Sot në spitalin e Vlorës, shoqëruar nga familjarët, pasi dyshohet se ka konsumuar medikamente bujqësore, shtetësia me iniciale SS, 65 vjeçe, e cila si pasojë e përkeqësimit të gjendjes së saj shëndetësore, ka ndëruar jetë në spital. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plot të këtij rasti. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim për veprën penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, shtetasin RH, 48 vjeç, banues në Sarand. Pasi më datë 17/12/2025, në afërsi të vendit të quajtur 15 Kaçi, në lagje numër 1 Sarand, në një bordur trotuari është gjetur nga kalimtar të rastit një çantë me ngjyrë të zezë, brenda së cilës ndodhe një armë zjarri pistolet Lloyd TT. Nga verifikimet e para hetimore dyshohet se arma e zjarrit i përket shtetasit RH, për të cilin vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tij. Po nga këta specialistë u referuan materiale në prokurori mbas përfundimit të veprimeve në lidhje me konfliktin e ndodhur ditën e djeshme në Sarand, midis dy shtetasve të mitur, ku një 13 vjeçar goditi me mjet prerës një 15 vjeçar, i cili mbas marrjes së mjekimit në spital u largua për në banesë. Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin ML, 20 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik i u gjet dhe u sekuestrua një sasi lënde narkotike kanabis. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim, shtetasin SK, 42 vjeç, banues në fshatin Novosel, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj dy prindërve të tij.